Si e fitojmë jetën e përjetshme? Tani kjo pyetje ka lidhje me mënyrën se si e kuptojmë pse ne njerëzit jemi këtu. Në shkrimin e shenjtë na thuhet që ne njerëzit u krijuam që të jemi përjetësisht me Perëndin. Po nga ana tjetër diçka ndodhi. Mëkati e prishi këtë marrëdhënie që ne kishim me Perëndin. Bibla na thot kështu që të gjithë mëkatuan edhe humbën madhështinë që kishim me Perëndin. Edhe si e fitojmë jetën e përjetshme është duke e rregulluar problemin që na ndavi nga jeta e përjetshme. Ai që na ndau nga Perëndia është mëkati. Si e fitojmë, si e rregullojmë duke u marrë me mëkatin. Edhe Bibla na thot kështu që Perëndia për shkak të dashurisë të tij që kishte, erdhi u bë një si ne, vdiq, u varos edhe ditën e tretë u ringjall. Kështu që problemi që na ndau për të mos patur jetë të përjetshme, zgjidhja që Perëndia i dha është kryqi. Zgjidhja që Perëndia i dha është biri i tij. Si e fitojmë jetën e përjetshme? Duke u penduar, duke rrëfyer mëkatin tonë, duke besuar tek Jezusi si Zot edhe shpëtimtar. Kjo është mënyra se si ne rikthehemi tek qëllimi parësor edhe kryesor për të cilën Perëndia na krijoi. Perëndia na krijoi që të jemi të përjetshëm edhe kemi të mundur me anë të besimit tek Jezusi si Zoti dhe shpëtimtari jon.